Protestat kundër operacioneve anti-emigrantëve në Los Angeles hynë në ditën e tretë me policinë që shpalli qendrën e qytetit si zonë grumbullimesh të palikshme. Disa automjeteve u është vënë flaka dhe ka patur raportime për plaçkitje. Një fotograf britanik kishte nevojë për ndërhyrje kirurgjikale pasi u qellua me një tash të quajtur plumb sfungjer, ndërsa një gazetar australian u qellua edhe me një plumb jo vdekjeprurës, teksa raportonte. Gjëra duken keq në Los Angeles, deklaroi Donald Trump që kërkoi ndërhyrjen e ushtrisë. Presidenti urdhëroi më herët dërgimin e 2000 trupave të gardës kombëtare kundër dëshirës së guvernatorit të Kalifornisë Gavin Newsom. Protestat kanë qenë kryesisht të kufizuara në qendër të qytetit. Në një tjetër incident të shënuar atje, gazetarja e BBC Crystal Hayes filmoi një makinë që po shkonte drejt protestuesve, ndërsa njerëzit vraponin të përfshirë nga paniku. Në Washington, megjithatë, nuk ka zmbrapsje e qëndrimesh, të paktën për momentin. Zëdhënësja e Trump, Caroline Leavitt, tha se ky është reagimi i qeverisë pas palishmërisë që është lejuar të përhapet dhe fajsoi për situatën aktuale udhëheqjen jo kompetente demokrate në Los Angeles dhe shtetin e Kalifornisë. Në rrjetin e tij online Truth Social, dhe Trump sulmoi kryebashkiaken e Los Angeles Karen Bass dhe guvernatorin demokrat Newsom, duke përdorur me përçmim shprehjen "new scam", e cila përmban brenda fjalën scam që do të thotë llum. Nëse guvernatori Gavin Newsom i Kalifornisë dhe kryetaria e bashkisë Karen Bass e Los Angelesit nuk mund ta bëjnë punën e tyre dhe të gjithë e dinë se ata nuk munden, atëherë qeveria federale do të ndërhyjë dhe do ta zgjidhë problemin, deklaroi Trump. Vetë guvernatori reagoi duke thënë se këto lëvizje vetëm sa do t'i përkeqësojë intencionet dhe tha se me këtë veprim administrata republikane vendes qëllimisht situatën duke planuar në heshtje për shkallëzimin e mëtejshëm. Ndërhyrja këtu është përgjegjësi e gardës kombëtare të shtetit dhe do të minojë besimin e publikut, paralajmëroi Newsom. Në SBA normalisht shtetet federale kanë kontrollin mbi gardën kombëtare. Vendosja e gardës me urdhër të presidentit çnon një përshkallëzim masiv të situatës, ndërkohë 60 persona u arrestuan në San Francisco gjatë protestave, tha policia lokale, duke denoncuar një tubim të palikshëm në qytet. Rreth 60 persona u arrestuan, përfshirë të mitur, thanë zyrtarët e zbatimit të ligjit. Protesta në San Francisco vjen pas demonstratave në qendër të Los Angelesit që quan arrestimin e 10 personave, ndërkohë porosia e Trump është e qartë për policinë dhe gardën që të arrestojnë çdo që mbulon fytyrën në këto protesta.